Kanë filluar luftimet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit pas disa kohësh që kishte një lloj armpushimi. Për të folur mbi këtë, po themi, hap të ri që ka ndodhur mes amerikanëve dhe iranianëve, kam të ftuar në një lidhje direkte Lutfi Bilali, analist. Zoti Bilali, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, zoti Doçi. Pse kjo kthes kur kishim disa kohë që kishte një armpushim dhe kishim po aq kohë sa flite për një marrëveshje mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës? E kemi rifillim dhe tash kemi deklarat nga komanda qendrore e trupave amerikane për lindjet mesme që ka përfunduar misioni dhe kemi hyrë tash në një fazë kur kemi goditje dhe pastaj ndërprerje dhe përfundimet të këtyre aksioneve. Nuk është një taktizim i tillë i cili a ka për qëllim të sjell rezultat apo të vazhdojmë dhe të krijohet një ukrainizim i ri i lindjes së mesme, besoj se lindja mesme edhe para Ukrainës ka një histori gjatë të luftave dhe konflikteve. Por Iranit ekskluziv mendoj që kemi një Ukrainë të re. Sa do jetë gjatësia këtyre veprimeve, goditje, pastaj ndërprerje goditjeve, arpushimi të zgjatët, të rifillojnë bisedimet, ndërmjetësimi pakistanez, dhe kjo është më duket një aktivitet i cili në një farë mënyrë e lë të dyja palët në ethe. Dhe mendoj që goditjet e brendshme, që sekundë goditja iraniane ka qenë, më duket, bazat e menjëhershme, në kryesisht vendet e Xhirit, Bahraini dhe Kuvaiti janë goditur, dhe më duket forcat jordaneze po ashtu të Jordania është goditur nga raketet dhe dronët iranian. Por mendoj që në aspektin strategjik nuk është një risi e re, mund të kemi edhe në të ardhmen këso goditje, por jo ndoshta luftime të përmasave dhe të përshkallëzimit në nivel të një lufte jashtëzakonisht të përgjakshme dhe e cila mund të ishte me një rezultat jashtëzakonisht negativ, jo vetëm për Iranin dhe lindjen e mesme, por edhe më gjerë. Lutja, ka shanse që të kemi një marrëveshje dhe një armpushim, domethënë që të mos ketë jo po fillojmë luftën, jo po bombardojmë përsëri, pra të ketë një lloj paqe të qëndrueshme në linjën e mesme dhe ka pasur mjaft deklarata për një marrëveshje të mundshme që nuk do i pëlqej Izraelit. Çfarë nuk kupton kjo? Po, nuk do kemë paqe. Në linjën e mesme, arritja e një paqe është, mund të kemë një marrëveshje e cila do sillte rezultate dhe efekt të për energjinë, një qarkullim i lirë i burimeve të naftës dhe gazit, që do ishte mirë për botën. Por për vendet për rreth, mendoj që nuk do jetë një stabilitet dhe një paqe që mund të pritej ndoshta e pranueshme, nga se ky region është i lodhur me aktivitete luftarake. Sidomos flas ke edhe atje malltar të mëdhenj dhe kapitalistë të mëdhenj, flas për vendet e Xhirit, por në pjesën e lindjes së afërt që nënkupton pjesën që nga Siria, Iraku dhe deri te Sinai atje. Kam fjalën për Palestinën dhe Libanin, aktivitetet të cilat janë të pandërprera dhe që kanosin jetën e njerëzve, do vazhdojnë edhe në të ardhmen, fatkeqësisht, nga se paqja nuk mund të arrihet pa solucionin e dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës. Sidoqoftë kjo ndarje të territori duhet të jetë në mënyrë të barabartë dhe s'ka minimumi i vijës së kufirit të vitit 1967. Por më duket që Izraeli është në pozicionin që dëshiron që të ketë aktivitete të tilla dhe të ketë më thëmë destabilitet përgjithësi të regionit. E para arsyeja janë zgjedhjet, të cilat mund të them që mund të dalë fitues prap kryepersonazhi i gjithë të keqës në lindjet e mesme, mund të them drejtën, e kësaj figure.
dhe që drojmë që prapë mund të kemi vetëm eskalim, jo një lloj detanti të mirëpritur nga të gjithë, mendoj, edhe jashtë regjionit. Dhe e dyta, Libani është pika nxehtë e cila në një farë mënyre ka qenë apetit dhe pretendim jo vetëm i kryeministit të tashëm, por i tërë qeverisë izraelite, që nga vitet, mund të them, 80, fillon vitet 80, Izraeli pretendon që këtan lumit litan të ketë kontrollin ose spaku të jetë aja faza parë e projektit të Izraelit të madh. Do thotë këtu fillon e gjitha, pastaj për të kaluar në pjesën druze në Siri dhe ato apetitet do thotë deri te Eufarti. Por për pyetjen e juaj, mendoj që Izraeli momentalisht paralajmëron që ka kapacitetet të njëkohësisht të zhvilloj luftime në frontet kundër Turqisë, Egjiptit, Iranit, që do thotë në pikë pyetje që më tepër është në zhargonin propagandistik se sa realist. Ai ka problem me Hezbollahun atje, IDF-i në pjesën jugore. Por sidoqoftë, për momentin më duket që amerikanët me Izraelin kanë një bashkëpunim të tillë i cili tenton të krijojë dhe të bëj fuqinë izraelite dominimit në këtë region që është e pambajshme. Do thotë është çështje e përfunduar, nuk mund të jetë Izraeli ai i cili do kontrolloj situatën, edhe pse ka fuqinë, dorën e zemër, ka kapacitete të tilla, shivet ato nisiti 669, i cili shivet që ka pas dhe mund të ketë ende baza në Azerbajxhan, në vende tjera, i rasti me Irakun, nësoj bazës kush dhe gjatë lutës 40 ditore Irani, gjithë aktivitetet, sidomos në pjesën kur lidh atje pjesën e Jemenit dhe ato gjithë ndarjen e detit të Koqi bën në pjesën afrikane, të cilët ndikimi i Izraelit është jashtëzakonisht i madh. Po sa mund të arrijë të qëndrojë në këtë mund të them format, është pikë pyetje. Lutja, është penduar Donald Trump që u fut kësaj lufte dhe besoni që, po themi, tashmë ka një lloj vigjilence ndaj propozimeve të Izraelit? Sigurisht ka qenë gjatë ditës së djeshme në raport jashtëzakonisht interesant i German Force, një ekspert që ka bërë një analizë edhe në vetë Amerikën, ku vjen e përfundim që Trumpi ka nënçmuar, nuk e ka studiuar mirë fuqinë e Iranit. Dhe kjo nuk është ndoshta fajtor vetëm Trumpi, sepse ato analiza dhe të gjithë ai studim vjen nga njerëz tjerë, nuk do thotë që presidenti i tillë ose ky kalibri i cili vjen nga bota e biznesit, ndoshta nuk merr shumë vesh në këto fusha, por i ka të sejuar nga ekipet të cilat i sjellin, sidomos nga inteligjenca ushtarake, por edhe nga shërbime tjera të fuqishme amerikane, që Irani është një fuqi e cila realisht ka treguar që çdo herë po flas në luftë asimetrike, është shembull të jap një përgjigje të tillë ende fuqisë kryesore të botës. Dhe kjo më duket që është ajo problematika që amerikanët ose njerëz që kuptojnë këtë fushë mendojnë që Trumpi ka bërë gabimin e madh që se ka pas edhe instruksionet e tjera që nuk mund të goditet Irani sepse do kemi problematika të tilla. Për momentin të them dikon llogaritet përmi 400 miliardë është damet, flas në infrastrukturën iraniane, sidomos në atë ushtarake, por edhe civile. Vendet e gjirit kanë llogaritet humbja e tyre të jetë mes 140-160 miliardë.
Dhe Amerikanët, që sipas deklarimeve të tyre, pas 40 luftimeve, shkojnë deri në 50 miliard. Ato shifra janë vetëm në kapacitetet brenda territorit të limituar gjeografik me arifëmbajtësit e tyre dhe pastaj me shpenzimet të cilat janë përcjellse për mirëmbajtje dhe aktivitete që kanë të bëjnë me furnizimin dhe bazat e tyre të cilat janë goditur llogaritet diku në 50 miliard që për ata që janë serioz kuptojnë që diku edhe ja 3 fish janë shpenzimet amerikane. Dhe kjo është jashtëzakonisht e kushtueshme për tatim paguesin amerikan, meqense në aspektin, më të them, të përfitimit të kësaj lufte, kur flasim për lekun apo dollarin, nuk është as Kina, as Federata Ruse janë kompanitë më të mëdha amerikane. Kjo është mas e vërtetë. Luti, do të bëj edhe një pyetje lidhur me protestat që po zhvillohen në Tiranë dhe më shumë me një përplasje që ka pasur kryeministri i Shqipërisë zoti Rama me një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme iraniane, ku ka pasur disa replika lidhur me qëndrimin që ka pasur zoti Rama se pas kësaj proteste qëndrojnë dhe iranianët. Realisht besoni që ka, po themi, influencë iraniane në ngritjen e këtyre protestave që po zhvillohen prej gati 11 ditësh në Tiranë dhe si e shikoni këtë lloj, po themi, mënyre të zotit Rama që të bëj replik me një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme iraniane? A besoni që më shumë është për diskursin publik apo ka një të vërtetë që pas këtyre janë iranianët? Rama është në panik. Rama është ai që ka sjellë këtë situatë deri këtu. Polemikat apo kundërpërgjigja ndaj zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane tregon që Rama po që se e ka në goditje për opinion në Shqipëri, për opinionin publik, që ja, sepse armiqët aja grupa e Beqir Ballukut u zu shumë shpejt. Dhe nuk dallo shumë, them drejtën, ndoshta në aspektin kohor mund të kemë dallime 40-50 vjeçare, ama tepër, por në esencë është një propagandë e njëjtë. Nga se ai popull nuk është në organizimin, survejimin dhe tër startin dhe fillimin e tyre e ka bërë një mllëf i popullit që nuk lidhet ekskluziv vetëm me disa aktivitete të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Edhe në Çipër ka nisur kështu të marrin resorte dhe sot dikon parashihet që janë me 2-13.000 banorë që kanë ardhur nga një palë tjetër dhe kanë arritur që parashihet në decenit e tashme të shkojnë 20% e popullsisë së Çiprës jugore, kuptuat. Dhe mendoj që në pyetjen e juaj të jem sa më konkret, Rama me qëllim ka dashur ta shpik, mund të them, një grup të tillë ose një infiltrim. Nuk përjashtohet mundësia që për shkak të asaj që ka vepruar kryeministri Rama, jo Shqipëria, mund të jenë të gëzuar, të ngazdyar me jekën nga regjimit ose nga qeveria të Ramës. Kjo është pas e qartë. Ama iranianët të jenë ata që e kanë iniciuar protestet në Shqipëri është qasharak, është lojë e cila nuk shitet. Po them këtë që për mua janë dy arsye. Tër, mund të them, qoftë dukja jashtme e të rinjve dhe të rejave në Tiranë dhe protestuesve është evropiane. Nuk ka të bëj absolut me një dashuri apo për mullat apo sistemin e regjimin e Iranit. Do thotë është besisht e demantuar. Bile në protesta ki grupe të cilat feministe mund të jenë, nuk jam kundër, absolut kundër asnjë
drejtet e cila tentojnë të paraqesin ose të reklamojnë grupe të ndryshme, por do thot nuk përngjan shiqo Tiranën, është se të jetë Parisi apo Berlini, do thot dhe kjo po edhe në aspektin mental, do thot faktori i dytë është Shqipëria dhe ne shqiptarët jem pjesë kontinentale e Evropës. Hajde ta marrëm për një moment sa i pat që dëshirë ti angazhoj ato, jo xhamiat, jo gjitha këto. Jo, shqiptarët nuk janë bajrak të religioneve. Ne jemi një popullat e cilat në një mënyrë përcjellëm trendet me të cilat mund të na godasin ndonjëherë, por ne mbajmë sidomos sa i përket asaj që ka të bëjnë aspektet dhe konsenzusit të 3 religioneve. Kuptohet Islamit më të madh, se njerëz të hezitojnë ta thojnë këtë. Në përgjithësi të shqiptarë dikun 85-90% përbën muslimanët, po flas komplet me shqiptarët, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Malzi dhe diasporë. Dhe kjo është mirë, po edhe pjesa tjetër e pakicës krishtere ka jetuar në koegzistencë dhe në një mirë kuptim jashtëzakonisht të plotë, sidomos sa i përket aspektit të unitetit kombëtar dhe arritjes së qëllimeve nacionale të shqiptarëve në përgjithësi. Dhe kjo mendoj që ajo pika ku prek kryeministri ka gabim, nga se mendoj ky uragan nuk mund të dalet, them drejtën. Unë e shoh kështu, uragani këtyre protestave në Shqipëri është problematike, është shumë vështirë të ndalet. Por me Iranin, do thot me duket që ka pas qejf Rama që pastaj të fut panik të masat dhe të protestuesit, se mos ta qenë ka këto një gogol dhe një organizim i Mushtaba Hamnejt dhe ne do mbaroj përkrajat në popull mund të bie. Kjo është taktizimi i tillë i urtë. Ka pasur mjaft thirrje gjatë protestave dhe pankarta që shkruhej ose thuhej duam Albin Kurtin kryeministër të Shqipërisë. Në fakt Albin Kurti ka pasur probleme me zgjedhjet në Kosovë që shkoi përsëri në zgjedhje dhe humbi disa deputet nga që kishte në zgjedhjet e kaluara. Pra, si shikoni këtë që ata shqiptarët e Kosovës duan Ramën dhe shqiptarët e Shqipërisë duan Kurtin? A mund ta bëjmë një rokadë mes kryeministrave? Vallai kisha thënë që është problematike se pastaj na nxjerr probleme me tokat tona në Kosovë, sepse ai ka dëshirë të japë resorte për aktivitete që mund të sjellin dobi, por ky ndrym, ky tram i tillë kishte më qenë ky shkëmbim i rrezikshëm, nuk e pranojmë. Por kuptohet është batutë e juaja shumë interesante. Jo, mendoj që ne kosovarët pak a shumë që nga i demonstrimi i Ramës Beograd, pa të përdorur një fjali atje që ndoshta ka qenë edhe një lloj marrëveshje me Vučićin që ta nxej, ta emocionoj sidomos neve në Kosovë. Mendoj që kosovarët pak a shumë kur të përmendet që infiltrimi grek, serb në këto protesta, pastaj kjo shitet malet në Kosovë. Sepse ne kemi hjek sidomos ato problematikat me serb. Do thot thirrjet e duam Albinin, besoj ndoshta nga fryma asaj që mendojnë që ka qenë ta qenë një lloj sovranisti në aspektin asaj ndaj faktorit ndërkombëtar në sjelljet e tij, meqense nuk e besoj ashtu krejt. Dhe mendoj që një ndryshim, një 2021 të sjelljet e Shqipëri ma tepër ka qëllimin këtë frymë. Edhe pse ka simpatizantë të vet, ka më duket edhe një lloj përfaqësie në Tiranë, ku udhëheqet nga disa eksponent që përkrajnë lëvizjen vetëvendosje. A do kenë fat Shqipëria të ketë një lëvizje të tillë e cila së paku për momentin mund të arrin ta je nga pushteti një njeri që po jenë në vitet 16 atë pushtetit dhe ka bërë domet më të mëdha që ndoshta në një moment për momentin mund të thuhet lirisht që është vështirë të riparuar. Por vonë nuk është kurrë. A do jetë një lloj simbolike e transferimit të pushtetit dhe ardhja një lideri
të tipit Kurti në Shqipëri, besoj lus që të jetë një transformim i tillë në pushtet ku do vinë forcat të cilat me lejo ta them atë fjalën e Lusish ambasadorit në Shqipëri. Faleminderit që e doni Amerikën, por ju shqiptar keni nevojë ta doni më së pari veten. Do kishte më qenë mirë edhe ta dim ta duam Amerikën, por hapin e parë kemi ta duam veten. Luti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Nga si edhe nga ona ime.